me falenderojmë prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. A që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilin e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet, përshëndetjet krijesës më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij fisnik, dhe mbi gjithë ata të cilët ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, do të flas për një sprovë, për një bela të madhe të kohës tonë, për një çështje që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka folë në librin e tij. Na ka paralajmëru për pasojat e kësaj çështje. Do të flasim për një sprovë të madhe të kohës tonë, që ajo është përhapja e imoralitetit. Përhapja e imoralitetit. Mëkat që dikur fshiheshin ata që e veprejshin këtë mëkat, ndërsa sot dalin haptas dhe promovohet kjo çështje haptas me pretekstin e liris. Për fat keq, shohim edhe në rrjetet sociale, në për TV, portale, që dalin persona të caktuar që Allahu e din mas miri, po unë kam një frikë të madhe se këta njerëz të pagum, ku dalin dhe dojnë me na rënu atë vlerë të cilën vlerë e kemi si popull, e kem pas, sa e kemi se di, ama që e kem pas moralin nivel të lartë, vallahi billahi tallahi, kjo është e dëshmi që preket me dur, ama e kemi ta shtutna me bërtit me thonë që e kemi, se na dolin bijat tona, na dolin në për TV dhe promovojnë, dhe para disa ditëve që besoj se cili pe juve që ka rrjete sociale është të qarkullu video, fa me në fjallë, kjo e lira, më thojza, që si lirije vëlloj s'lavyn, fa nuk është njeri, tha më përkofizu me një burë, ndoshta dikush ka qef ma shumë se një, pse mu martu, pse mu lidh me një burë, vëlloj billahi, kjo musibet, besoj që se cili pe juve bashkë me mu para 2 ditëve, e kem pas një frikë bajagit madhe, e pat si na unë zi qyteti. Pasha Allah unë në kom qëllu kaderen me caktim të Zotit, jam konë në banes isha, nuk qëllova në gjami këto, e në banesat jenë katin e 7, vallahi billahi, prej momentit ka qenë qelli këfilt e kom pa me sytë mi, s'po flas me të dime, me sytë mi, vallahi nuk i vyti asë një minut unë zi krejt. Pasha Allah në ato momente u frigova atë shumë, thash o Zot mos na dëno, o Zot mos zbrit dënim. Vallahi këto janë shenja dashurit e mi për ata që kanë mend, për 1 minutë e ndryshon këtë gjendjen, prej dilit zibohet krejt. Kjo veç një qas, një moment, po Zotin arrujt me përshfaq Allahu te bareke ve taala hidhrimin e ti. A dënë me pa një pjesë të hidhrimit ti, mere këqyre tsunamin që ka ndodha atje në Indonezi para 22-3 viteve, vitin 2003. Mere shko atje këqyre edhe e shet që ka do me thonë hidhrimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Unë për vete e kom përcil
një ligjërat për ligjëratave të hoxhallarëve të asaj kohe, e përmend kënë ligjërat të kënë një për shkaqeve të fatkeqësive natyrore, që shpo kanë qefta me i thonë, na si thonë fatkeqësi natyrore, po dënim prej Zotit ose rahmet prej Zotit. Një për shkaqeve kur vjen shkatrimi me mas, është kur shpërdohet imoraliteti, kur përhapet zinoja, kur përhapet kurvria. Po dojnë me natut, mas me guzuar me i thonë lavire. Po dojnë me na i promovu laviret në për televizor. Edhe na me hesht. Jo Rabbil Kabe s'kem me hesht. Jo pasha Zotin e Qabe s'kem me hesht. Kemi ju thonë lavirit lavir, e lavirës lavire. Që për ndryshe, ka me në zbrit dënimi Allah, tash kom me i ledzu ajetet edhe hadithet, pasojat e lavirgjive që na bojnë. E kisha pas qef, kështën e lavirgjive dhe kështën e lavireve, mi u shkun vesh. Mi u shkun vesh të fjallë, që ndosht ati kush pejtyne, ka mu kujtu e ka mu ndalë. Ka mu ndalë për kësaj punet të ndytë, që kjo pun e prun hidrimin Allah subhanahu wa ta'ala. Qka na vynë një mërqenje mëre, qka të vynë ty e ariturat e dynjas, kur mbasaj vjen hidrimi Allahut. Që shka thot Allah te baraka wa ta'ala, wala takrabu zina, innehu kane fahishatan wa sa'a sabila. Mështu i ka thonë hoxha. Mështu i ka thonë hoxha, po ka thonë Allahu. Ka thonë Allahu, mos ju afroni, dhe mos ju afroni imoralitetit, sepse imoraliteti është vejë për e shëmtuar, dhe është prej rrugëve, është prej rrugëve më të këqija. Vallaj s'ka rrugë më të keqe se rruga imoralitetit. A di sa familje jo në prish si shkak imoralitetit. A di sa djali i ri jo prish sa çika e re jo prish, si pasoj, si shkak i kësaj, si shkak i këtij mëkati të madh të Allahu subhanahu wa ta'ala. Shisha që thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet dashurit e mi. Vendojni mendjen mirë, nuk po thot mos bëni zina, mos bëni imoralitet, po thot mos ju afroni imoralitetit, mos ju afroni, po mos ju afroni se kjo çka përfshin fjala imoralitet. Imoralitet dashurit e mi përfshin është koncept i gjerë. Çdo rrugë që çon drejt saj, qoftë shikimi ndaluar, bisedat e ndaluara, pastaj publikimi i fotove të turpshme, këto janë krejt të rrugë të moralitetit. Që ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, gjuha bën zina, syni bën zina, dora bën zina, organi gjinital thot e vërteton apo e përgënjeshton ato. Para dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që çfarë hadithi për vallahi billahi se dikush thot, pse bre po vërtet që ky njeri, pse po jep që ka zor? Çu shmon mos më jep zor? Çu shmon mos me bërtit vallahi sa kam del zoni se më ndol edhe më shumë kisha më nxjerrë edhe shumë më shumë zorin. Që çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndëgjeni, thot kur imoraliteti përhapet haptas në një popull. Kur imoraliteti përhapet haptas në një popull, tek ata përhapen smundje, epidemi që nuk kanë ekzistuar më parë tek ai popull. Kur imoraliteti përhapet te një popull, Allahu dërgon smundje, epidemi që s'kan qenë të njohura më parë tek ai popull. A realitet që ke fjallë e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është realitet. A realitet asë është realitet. Smundjet e shumta që na u kanë përhap dashurit e mi. Wallahi billahi që të i kanë burimin. Parat që shka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër. Wallahi kjo shumë e rrezikshme. Wallahi billahi që ta thash, ndoshta ju shkon në vesh të në zinahçarëve. Ju shkon të në zinahçarëve kjo hadith i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i shtin me mendu nëse kanë gojle imanin. Që shka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha zana al-abdu kharaja minhu al-imanu fa kana ala ra'sihi kadhulla fa idha aqla'a raja'a ilayhi. Fa kur robi bën zina, bën imoralitet,
imani del prej ti edhe i rinë mbi kokën e ti si hije. Dhe nuk i kthehet deri sa nuk largohet për asaj punë të keqe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Del imani. Del imani. Çka do të kupton me fjalën del imani? Mos të merr me njerë dikur me kuptu se u bë çafir kë. Jo, nuk po flasim për imanin, baza i mbet. Po del kemalul iman, imani i plot. Nuri i imanit del prej ti. Wallahi del nuri i imanit. Billahi del. Pasha Allahun, sikur se une edhe ju ngjeni do të zinahçar. Këshirini, për cilësive të para tyne, Allah i ftyrën ja u kanë zi. Wallahi billahi, le që i kanë ftyrat e nxime, edhe gjuhët i kanë të nxime, të ndyta. Nuk mundesh me gjetë një pejtyne dhe me thonë, gjuha e ti e qetë. E qetë ato. Ta shqipana me do sa e shëmtu me kjo i dashur jem, me shku me ja prekin derin dikuj. Wallahi është e rëndë. Billahi është e rëndë. Mja prekin derin tjetrit. Ama vallahi unë e piktimi mberi. Pe kësaj shtëpive të Zotit, pa ja u qejni selam të ne. Vallahi billahi keni me ela, ose me gratë e juja, ose me qikat e juja. Keni me la, ose me gratë e juja, ose me qikat e juja. Imamu Shafi rahmetullah alej thot, zinaja o bërë që duhet më ula. Ti ja prekin derin tjetit, ka me ta qua Allah subhanahu wa ta'ala, shpit të dhe ka me të prekin deri. E tani qka bëhet kjo shëshri? Bëhet shëshri e lavirave e laviranave. Bëhet shëshri e njerëzve të dytë. Allahu na rujt pe kësaj ti musibeti ja Rabbel Alemin. Shësha që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ky është hadith kësnus. Thot la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk është që nuk ndodhet që zinahçari të jetë besimtar teksa bën zina. Nuk ndodhet që zinahçari kur të bën zina me qenë besimtar. La ilaha illallah. Edhe për fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe për këto dy problematik tjetër që do të flasim në hutben tjetër me emrin e Zotit, i ka përmend dy musibete të mëdha. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shfaqet zinaja, immoraliteti, edhe ribaja, kamata në një shoqëri, në një qytet apo në një fshat, banorët e atij vendit ja kanë legjitimu vetvetes e tyre dënimin e Zotit. Ja u kanë bërë halal vetit me i dënu Allah subhanahu wa taala. Për atë, wallahi billahi, kur ajo kon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi nuk ka me njoft njerëzimi njerë më të pastër se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ama ma dhalik, kur e ka pa që është të nxi qielli, thot Aisha ka vrapu shpejt edhe o ikin namaz edhe o frigu. Se o frigu mos peqen Allahu ndoj dënim. Mos peqen Allahu ndoj ndeshkim. Ka jetu në një kohë, ka jetu në një shoqëri ku ka qenë shoqëri e pastërt, ku ka qenë shoqëri e ndershme. Wallahi billahi, ndërshmëria çdo herë ka qenë vlerë dhe ka me qenë vlerë. Disa po dojmë na bo jo ndërshmërin, imoralitetin vlerë, liri e shprehjes, vallahi që dush thujni, ama kur s'ka me kona jo vlerë. Shiqa, Ibn Asakir, ky dietar i madh, çka ka bo? Edhe Ibn Sadin Tabakatul Kebir, librin e tij, thot i kom numëru 500 gjyshet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dejnë 500 gjyshe, asnjë nuk ka dalë që ka qenë lavire. Këtë kanë qenë grotë ndershme. Të ndershme dashuri jem, prodhojnë të ndershem dhe të ndershme. Ndershmëria është vlerë. Përfundu me përmbyll, që me në nëzitin neve, që ne ta shiqojmë, se e gojmë një koku, edhe kur përdojmë i martu e vlet, ka ndru kriteret. E këshyrim, a ka pare, qëfar punë e ka, sa shpi ka, qëfar fami, e këshyrim, që që ka mbi emnin.
O këshyre e ka familjen e shnosh, sa i mbi emnin undet me pas edhe me yll. Po, jonë familje e prisht. Du me përmendë rastin e një burit madh që ju ketja dini emnin. Emnin e Ebu Hanifes, nuk besoj që asë njoni për juve se dini kush është, mesin kush është. Ebu Hanife, dini, imami i madh i medhebit shkollët juridike Hanefite. Themelusi i medhebit Hanefi. Kur është martu baba e Ebu Hanifes. Baba e Ebu Hanifes nuk ka qenë hoxh, s'ka qenë dietar, s'o shmar me dije, po ka qenë musliman. Edhe na, kriterit e na du të me konë musliman i mirë, kur e kini e vlad, se ka njerë në jepim zër me që e vladin profesionin tonë, kënë qef, si që di babë ka qef me e bo, nëso o hoxh me bo djalin hoxh. O hoxh, bën e djalin musliman të mirë. Kur o musliman i mirë, gjësh ka i ka hije. Marancio më konë musliman i mirë. Tani, o hoxh, o doktor, o është la autolimara, qka është, s'ka gojle. Vesh tjetë musliman i mirë. Ebu Hanife ka pos babën musliman të mirë. Ka qenë shërptor të zëtëria i ti. Edhe i ka thonë zëtëria i vetë, ka thonë, po të martoj, ka thonë po të martoj me qiken teme, ama i ka disa behone. Është qërë, nuk sheh. Është e shurdër, nuk ndëgjën. Thot edhe është që qalon të palitës, që thojmë na. Ka o baba e Ebu Hanifes. A bon ka thonë bile vështjarë me pobre? Kër ardhë, e kanë pru. Kër e ka po, vajzë e bukur, jo e shëmtume, me tonat mirat. Ka thonë, o, që kjo kohë, ka thonë, kjo ka thonë është, kur të thash është qarë, kur haram syni se i s'ka po. Kur të thash është, e shordër, kur haram s'ka ndëgju. Kur të thash është me mence, kur haram s'ka fol. Tha edhe kur të thash se është qalon të palic, kur ko me esojnë haram s'ka shkel. Pi qësa i ka linde Ebu Hanifja. Pi qësa i ka linde Ebu Hanifja, o dashurit e vi, ato të big brotherave, e të përputhe me të hyp me të zhdrype, zdalin Ebu Hanife, jo Rabbil Kabes, mundet me dalin e Ebu Hanife pe i përputhem. E prej që përputhem e pe i big brother e pe i dreshnivaqive. Zdel Ebu Hanifja. Nuk dalin Salahuddina e Muhammed Fatiha, zdalin. Se du të me pas gjenezën e pastërt, gjenezën e paq. Muhammed El Fatih, qlirusi i Konstantinopojës, Stambollit Soqit, aj orit të i thonë se ti kime e shliru Konstantinopojën. Salahuddini thotë merë kenona për dore, më qëjke të bëllë për bëllë, kutësi të cëjke, ti kime e shliru kutësin e vladi jem. Edhe thotë Salahuddini, jo më rritë me zërin e nanës, të më thonë se ti kime e shliru kutësin. E për me pas Salahuddina në mesin tonë, duhet me pas terenin e Salahuddinave, me pas nana dhe babalar të ndershem, me pas njerëz që i frigohen Allahut e ruajnë nderin e tyre. Por a mendoj dashur jam, vallahi pe mbylli me këto, o sa e rond është me shku, mja prek nderin dikuj ai baba vetë e ka rit. E ka rit e ka bodure kom, ky njeri poshtër, shkon e merë, e mashtron atë vajzën e re, e merë në qaf, e shtin këtë rrugë të ertë, që tani ajo normalitizohet edhe i botë normale kjo punë. Wallahi billahi është më u frigu kush ka evlad, kush ka vajza dhe ka djem, se çka ka i servohet në këtë shoqëri. Po në lusë Allahun me emrat e ti të bukur, me cilësit e ti të përsosura që Allahu me na i udhëzu evlad ton. Ja Rabbi na i udhëza evlad. Ja Rabbi na i rujt evlad ton prej imoralitetit, prej punëve të ndyta, ja Rabbil Alamin. Bëj që tjetë virtit i tëre tjetë ndërshmëria, tjetë pastërtia, tjetë qiltërsia. Bëj ata që t'janë pe atyre që kanë me punu me fjallën e Allahut, me fjallën tonë dhe ja Rabbi, edhe me fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.